E kum vërtetu pse muzika është haram. Kam faqen e Arkitekt Berisha edhe kum postu video në TikTok, foto, edhe mbrapa TikTok automatikisht piqet edhe muzik. Kum postu të njëjtën foto edhe në Facebook edhe në Instagram, pa muzik. Fotot që shpeshini këtu në TikTok kanë marrë shumë klikime se sa këto fotot që i kum postu në Instagram edhe Facebook. Për ato muzika që ngohen me sy, ato po dihet arsyeja pse. Po unë gjithmonë kum pas dyshime të thëshëm pse për shembull do instrumente thojnë hoxhallar që janë haram. Pse muzika është haram? Me këta e kum kuptu që njeri kur po ka instrument mbrapa, kur po ka tingull mbrapa, muzik, pe shtin me nejt i koncentrum me këqyr, për shembull ndoshta atë fotot jas nuk e pas njet me këqyr, ama shkaku i muzikës po të mban ty të koncentrum, të angazhum çaty. Shumica e njerëzve kur fillojnë të bë scroll në TikTok, Instagram, nuk munden me ndal veten, humbin shumë kohë vetëm tu scrollit. Ajo idealja që e don feja pe njerit është mu kanë produktiv, aktiv. Jo me nejt tanë ditën vetëm tu scrollit, kohë jo të dobishme. Kjo ka qenë një mendim që dashta me nda edhe me juve, po më shkruni edhe ju çka mendoni, pse mundet me qenë arsyeja e disa instrumenteve mu kanë për shembull haram.